Këshillat studentor që duhet të jenë zëri yt janë kthyer në vekla që u shërbejnë partive, dekanëve dhe pedagogëve. Edhe pas diplomimit na pret papunësia ose paka që nuk të lejon të jetosh me dignitet. Kam një mesazh për Edi Ramën. Edi Rama, po të vinë studentët e diasporës, të dielen dhe të hënën, i ke këtu. Pri Albania, bursa prej vetëm 100.000 lekësh të vjetra nuk është ndihmë, por një tallje me studentët që luftojnë çdo ditë për të mbijetuar. Konviktet nuk janë vende ku ndërtohet e ardhmja, por godina ku shumë të rinj detyrohen të jetojnë në kushte të padënia. Kostot e jetesës janë të papërballueshme për studentët.